الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashurit e mi, vëllezër shumë të nderuar, dhe të jetë respektuam, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë vetëm Allahut. I lutëm dhe i përgjerohëm madhnisti. Shumë selam dhe shumë salavate qofshin për profetin, vullën e pejgamberis, për Muhammedin e birit Abdullahut alayhi salatu wa tammu taslim, për familjen e tij dhe për shokët e tij dhe për gjithë besimtare deri në ditën e madhe të lahtaris, në ditën kur do të dalim para madhërisë, e inshallah të ditë do të jemi në hijen e arshit Allahut bashkë me pejgamber e me dëshmorët tanë, në mënyrë që t'ja dëshmojmë Allahut lojalitetin ton të plot, të arrijmë kënaqësinë e tij dhe i madhi Zot të na bashkoj në mëshirën dhe dëmshurinë e tij. Vëllezër të dashur, në minutat në vazhdimsi ju thras dhe ju përkujtoj me fjalët e Zotit ati kof shumë fal. Ndaqit mos me gabu, e gjithmonë na me ja qëllu, kur fjalëve të Zotit mos me ju largu. Fjalët e Zotit e porosit e profetit alayhi salatu selam, neve shqiptarëve udhën na kanë ndriçu. Neve na kanë rrot tamam fjalët e Allahut. Identitetin që Zoti na kanë ngjyros si popull i bekuar dhe i përgdhelur nga mëshira e Allahut, neve na ka dhënë imunitet. Neve na ka dhënë imunitet madje jo vetëm njerëzor dhe shoqëror, por na ka dhënë imunitet madje edhe kombëtar. Për këtë arsye kemi ngjyrimin e veçantë, e kemi qasjen dhe rrugën e bukur, të cilën këtë rrugën e trasuam të parët tanë, pleqt e pleqve tanë për mrekulli na i lanë emanet. Prandaj edhe komunikimin ndërfetar me të tjerët të cilët nuk besojnë sikur na, por janë gjakut tonë dhe të adetit dhe të flamurit tonë, edhe të ngjyrimit tonë, neve na lanë emanet parët tanë, sepse kështu e ala emanet Muhammedi alayhi salam besimtarve, e atë emanet nuk ka këmbë në tukë, mon e men mirë që ka për ju thamë. Këtë emanetin e komunikimit ndërfetar në mesin e vëllezërve të gjakut, nuk ka popull dhe nacionalitet që e ka kuptu emanetin e Muhammedit alayhi salatu selam ma mirë se sa populli shqiptar. Këto ja u thamë me përgjithësi morale dhe intelektuale. Jam i bindun për këtë. Prandaj atë emanet të cilën na e lanë të parët tanë, ne populli shqiptar e kemi adaptu. Merrit i hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam dhe me i konsultu. Hadithet e cilat flasin për bashkëjetesën, për komunikimin ndërfetar, sa bukur pejgamberi emanetet ja u kalon. Prandaj sot e 1446 vjetë bëhen, sa bukur të dashurit e mi e kini për syudhesën arabike dhe në vendin ku kanë jetu besimtarët, madje edhe tek na ajo shkollë është e lancume edhe është e rregulluar me mënyrë perfekte, me rregullu edhe i shet parët tonë prej rilindansëve tonë se si e kanë kombinu interesin nacional, emocional në frymën fetare që ka dalë qoftë për xhamiave tona apo edhe për kishave të tyre. Kjo është vëllezër mësim që ne kalon emanet të parët tanë. E këtë emanet na duhet me adaptu. E këtë emanet do t'i qëndrojmë i gardian besnik derin kiametin e Allahut dhul xhelal, se kështu Zoti na ka mësuar. Po duhet ja u sjelli dy shembuj për këto çka po e tham unë. Shembullin e parë, pa fije dyshimi, du me fillu prej këtu kombëtar, e pastaj shembullin e dytë do ta argumentoj me qëndrimin
cilin pejgamberi jon alayhi salatu selam na ka mësu, që edhe këta të këtushit tënd, për historisë tonë kombëtare, e kanë mësu dhe kanë marrë dhe kanë përvetësu dhe kanë adaptu prej mësimeve profetike pejgamberike alayhi salatu selam. Prandaj rinia jonë nuk ka nevojë mu lodh, as nuk ka nevojë me harxhu energji mas tjera shkollave që i mësojnë në emën të Islamit e që janë larg busollës së vërtetë dhe mesaterisë, e në emën të Islamit me bo gabime, tu e posna e kemi të dashurit e mi trashëgimin kulturore, qoftë fetare apo kombëtare të pasuruar me paqe, me dashamirësi. Ky është Islam, ky është Kur'an, ky është sunnet, ky është bereqet. Kështu Zoti e ka promovu paqen e vet edhe me këtë piknisje dhe me këtë këndvështrim, me këmbësinë e tij na ka bësu neve, edhe na ka dhënë neve, edhe na ka mundësu neve. Prandaj na duhet me mësu. Një shembull nga historia kombëtare. Në vitet kur vlonte mundësia e madhe që njerëzit ta fitojnë pavarësinë e vete, Sami Frashëri është ftu në pallatin e sultanit Abdul Hamidit. Kjo është histori. Edhe pse historia e këtij burri të madh, i cili llogaritet njëri prej sultanatëve më të fundit, është të na e mbjegullume për shkak qasjes komuniste. Mirë po, e realitetet e vërteta, Sultan Abdul Hamidi ka qenë mik i shqiptarëve. Aja ka financu direkt të dashurit e mi kongresin e manastirit vitin 1908. Aja i ka dhënë idenë për abetarën e parë të gjuhës shqipe, me gërma arabe. Deri vëna dhe hoxhallarët e vjetër këtu i kena pas Molla Aslamin, e Molla Milazimin, e Molla Bajramin, që kanë shkruar, kanë lexu shqip me gërma arabe. Unë jam dëshmitar vetë. Kjo është e vërtet, kjo është pasuni, madje mësohet sot në institutin albanologjik të Universitetit Prishtinës ky digaster. Edhe pse tash është ndryshe. Edhe të dashurit e mi, kur e kanë ftu, atë që ka thonë Sami Frashëri. Sami Frashëri vllazën llogaritet një prej aseteve kombëtare dhe fetare që ka historiografia shqiptarisë. Ai varrën e ka në Stamboll. Ka dhënë vllazën studim islamit, po i ka dhënë gjuhës shqipe, aq pasuni që sot e 100 vjet shqiptarët shërbehen me mendësinë e tij, me intelektualitetin e tij. E vërtet ka jetu pak, veç 54 vjet ka jetu Sami Frashëri. Mirë, po çka ka thonë sultanit, është e regjistruar në arkivat e Stambollit. Ka thonë as shqiptarët vina pej 3 feve. Unë jam musliman me shumicë absolute, po i kam do vllazën gjakut tem që janë katolik edhe ortodoks. Ka thonë, për këtë projekt kombëtar duhet me i pasët edhe 2 përfaqësues prej 2 feve që vinë prej gjakut tën. Sultani ka thonë, patjetër. Çka ka bë vaki të dashurit e mi, Sami Frashëri e ka ftu janë i vretun prej ortodoksëve, për jugut të Shqipërisë, edhe e ka ftu pashkovasën prej katolikëve. Të dashurit e mi, për me i sill të dashurit e mi njerëzve yrnek të paqes edhe të ndërtimit të kombit ton. Se kur është në pyetje interesi kombëtar, kur është pyetje paqja mes popujve, duhet të më respektu kush vendimi i Zotit atij, i kof shumë fal. E për këtë arsye ka marrë këtë mësim Sami Frashëri. Sami Frashëri këtë ka marrë prej haditheve të profetit alayhi salatu selam. Me 10.000 hadithe. Sot ruhen të freskëta madje edhe në për manestirat dhe kishët e Egjiptit dhe të Sinajit, kur ju ka dhënë letër Muhamedi alayhi salatu selam duatëve dhe davetxhive, që nuk guxojnë në asnjë rrethon me a imponu islamin njerëzve, qofshin në për i peshkvit të ndryshme, qofshin në për shërbesat kishave dhe të manastirave të tyre. Sot ato janë hadithe autentike që ruhen edhe kanë muru deri në ditën e Kiametit. Prandaj të dashurit e mi, vllazën besimtar, kjo është një lidhje e bukur, një komunikim i mrekullueshëm, që ta jep shkolla këtij minberi, që ta jep mësimi këtij mihrabi, që e thret ezanin minarja e Muhammedit alayhis salam, që kanë kultivu babgjyshat ton, njerëzit ton, që në shekuj e në brezat ndryshëm ndrimit të brezave e kanë rujt këtë komunikim,
këtë komunikim ndërfetar, e kanë rujt këtë pastërti, e kanë rujt interesin ton nacional, e kanë rujt interesin e paqes, e të mirësisë, e të begatisë. Falë Zotit, madje kemi plot prej vëllezërve të gjakut ton që zbesojnë sikur na. Madje janë prej mësuesave të parë të gjuhës shqipe në këto treva, e thon falë Zotit, pastaj ata vetë thon për shkak përqindjes të madhe të islamit këto në Troje, edhe na në strehen e këtyre vëllezërve tanë e kemi rujt zbashku shqiptarin, e që u bë sebeb Islami dhe mësimet e paqes që dalin prej Kur'anit dhe prej Sunetit Muhamedit alayhi salatu selam. Kushdo që të ndryshe, të trumbeton, edhe mundohet ty me ta shit fetarin në emën të urrëties, në emën të armiqësisë, në emën të propagandës, në emën të një kuptimi tjetër të Islamit, vallahi nuk ja ka qellu. Vallahi më dhimen mua ata. Vallahi këtë nuk e thot Allahu as pejgamberi ti alayhi salatu selam, sepse feja jonë është fe e paqes, fe e bukurisë, fe e mirëkuptimit, fe e tolerancës, fe e cila në thelb e ka sinqeritetin. Unë nuk jam të i thonë këto fjali që po kam frikë prej dikujt, ose jam imponum prej nej qarkut saktum. Vallahi kjo është besimi jam. E billahi kjo është bindja jam. Këtë bindje e kom pas qysh më koni vogël, edhe qysh u rrita, e shkova në shkollë, e u edukova, e sakrifikova, e u munova, e do të mundona, e do të sakrifikoj për popullin tem në emrin e Zotit tem, për vatanin tem në emrin të paqes Zotit tem, sepse kështu na ka mësu Muhamedi alayhi salatu selam, kështu Rasulullah i ka mësu sahabët e vet, pejgamberi alayhi salatu selam, kur është ka nis Ebu Musa al-Ash'ari, që me hadith po ta argumentoj, e po du me reprezentu qat aset madh të trashëgimisë kulturore, kur e ka nis Ebu Musa al-Ash'ari, edhe Muadh ibn Jabali, edhe i ka kap devet e tyre, disa në verzion tjetër thotë kuajt e tyne, i ka kap për frejt, për frej i ka kap, e në mes dyve, këtë hadith e transmeton vetë Ebu Musa al-Ash'ari, thot po mdo këtë pesha Muhammedin a.s. të në adhon nasihat, e të në adhon nasihat, e të në këshilu, e të në uduku, e të në mësu, që ka thonë fund, tha, e dëllum prej Medine, e dëllum periferi, e dëllum katunet e soja, deri sa mon nuk u shëf keme sy Medinja, tha, aje ka kalzu këtë hadith me emocion. Ka thonë po mdo këtë, pesha pejgamberi alayhis salam hera e funit që ju më përshëndetë me ta. Ka thonë, po i shkoni, ka thonë një populli i cili janë besimit krishter. Ka thonë, afroja ne islamin me paqe, me mirësi. Nëse e pranojnë, qërëti, nëse e pranojnë, thuni, bëni selam atyne, se i në të e pranu, tjetë në thiri që ka pos Isa alayhis salam, e Musa alayhis salam, edhe dinet se keni farz mu fal, e me ngjinu, e me nxirr zeqat, e me ju përgjigj Allahut në herë një jetë me ardhën qabën e bekume. Vllazën, kjo është mësimi cilën e kanë adaptuar i lindasit tanë prej kësoj thirrje. Edhe në fund tha qyshe na konë të ecë, a i tha na i kap ke frejt e kuajve tonë, tha i kanal. Edhe më ka thonë ju dy që në mirë mu, që ka pjo thamë. Se nështë ta ka thonë mos nuk zatetëmi, edhe vërtet, nuk e në zatetë mo këta. Se kjo ka ndru jetë alayhis salatu selam. E kjo tjetëri nuk ka shku shumë gatë pi që të sojdate Muadh ibn Jabali në Siri ka ndru jetë. Radiallahu anhu prej mërtajes, karo mërtaja, smundja e cila ka qenë dhe kiprurse. Ebu Musa al-Ash'ari ka jetu magat. E ka jetu magat, e ka për cilë. Vllazën të dashu ka thonë që një mirë ju dhe. Ta shu ka thirë, për ju full këtyne, misionarëve të vetë. Ju ka full mirë, ka ngëm një mirë që ka për ju thomë. A më ngëm një mirë. Ka thonë, jesira, ola tu asira. Ka thonë, letësënja në njerëzve e mësë jo vështirësëni. Ju jini letësuse, nuk jini vështirësus. Ka thonë, i të feka, ola tak të lifa. Ka thonë, që në mirë me zveti, e mësë u përqani ju dy, ka thonë. Mësë u përqani, mësë gjelozëni. Sot, smuja me e madhe shpirtnore që në ka kaplu është gjelozia, inati, hianeti, ku është kondi nuk dënë me pa. O vllazën, unë të plëtsoj e ti më plëtsën mu. Mbi bazën e këti rrugtimi në mu në mi kur sukseset e Zotit tënë. Aty ku ta ka dhonë Zotit,
mu ma ka dhonë një derë tjetër, ty ta ka dhonë një derë tjetër. Mu ma ka dhonë një hymje, ty një hymje tjetër. Po të dyjat janë në një udhë, o siratal mustaqim. Prandaj pse kjo xhelozi? Pse kjo inati? Pse kjo nërkomës? Pse këto paragjykime? Pse këto paranoja për njëri tjetrin? Suksesi jonë duhet më koni përbashkët. Madje suksesi jonë matët me sinceritet. Nuk matët me reklama e me publicitet, por matët me sinceritet e me bereqet. O vllazni me bereqet vallahi. Allah i përzgjedh sikur dëshmuar që i ka përzgjedh një stikame. Një stikame toni në konë të ekspozun para vdekjes, por dikujna Allahu Azza wa Jalla ka dhonë ymrin me jetu gatë, e dikonin e ka morë Allahu Jalla Jalalu është për zgjedhje. Edhe kjo, nëse në këtë fush, ty të ka dhonë Zoti bereqet, ma vëllai jam i dashur, lypë një fush tjetër se në atë fushën tjetër po të pret bereqeti. Nuk ka faji pse ti po xhelozon, po faji është se ti po menon keq për Zotin. E menon mirë se me emrin të Allahut fushën tjetër po të plet bereqeti. Po të pret bereqeti me emrin e Allahut. Ju rujt Zoti e ju qofshit faqebardh e të gjithë ne të orientohemi mësimet tona të bukura, të cilat janë larg çdo ekstremizmi, pavarësisht për çfarë do dere vjen, pavarësisht për kujna do që vije, mos e pranoni. Mbylleni derën ekstremizmit të radikalizum, liberalizimit të radikalizum, mbylleni derën, se neve shqiptarëve në kohije me kon ata që jemi, ne nëse mundu me arrit me si përfaqësu edhe me qitë me i danë një njeri të mirë, ati pastaj komi pos hije nëse është i juni edhe xhamia, a nëse është aty në vëllezërve tjerë të gjakut, edhe pejtyni komi pos hije, a nëse vëllahi si jemi njerëz të mirë, e na mungon njerëzillaku, pasha Allahi 7 kirajete mësu Kur'anin për mesh, 7 kirajete, kur halal Zoti s'ka me ta bon, se i duke reprezentu dinin e ti me arrogancë, me mendje madhësi, e prezento që shka ka kërku Allahu, e i dërguar i Allahu, kër i tha atyne, jesira o la tu asira, letësani e mos vështërsani. Kjo ishte porosia që e pregadita për ju. E falimderi shumë vëmendje, e qofshit kabul, e Allahu në e pranu sagjerimin, e Ramazanin, e Bajramin, e në adhosht Allahu të marën si popull e si vatan, e si njerëzët tanë, e njerëzët që po vinë pe i Shkup, e Shkodër, Tetove, Kumanove, Gostivar, e Lugin, e Presheves, me vizitu këtë xhamie, këtë xhamate, mu bashkë me ju, Allahu Dhul Gjelal i rujt vllaznit ton, e janë të mirë sa ardhën, e jo vetëm të besimit ton, por janë të mirë sa ardhën edhe ata që besojnë ndryshe, e janë të gjakut e të adetit ton, madje edhe ata që s'janë as etnis ton, janë të mirë sa ardhën, se na jemi njerëz, jemi krijesa të Allahut Dhul Gjelal, e këtë kulturë e kemi marrë pe babe, pe bab gjyshit, e prej 4 gjyshit, e pejstër gjyshit, e të sami frashni, e dalëm atje të Ebu Bekrit, e Omerit, e Osmanit, e Alia, ku mësun shkollën e Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wasallam. Respekt për gjithve, Allahu kabul në e baftë. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد والله para se me thirr ikametin, me dëgjoni me vëmendje, ajo është që njerëzit të cilët nuk i kanë frikë Allahun, shpesh herë ngushtojnë të tjerët në emrin tam. E thujnë, hoxha na ka qu për një projekt, ai na ka thonë, unë projektet humanitare kur i nisi, minimu dikujt, unë jam koordinator. Koordinatori është ti do bloka, ti do cement, ky tjetëri do armatur, a tjetëri një fasad, ky një mjeshtri. Që është koordinator? Qëtë punë e bojmë, jo gjithë, po kur të bojmë e bojna publik. E ka raste disa, ata janë ngishta, janë njerëz ngishta.
I ngushtojnë njerëzit. Kanë ndodhur edhe se kanë shku në për gjalltore, kanë thonë hoxhë si kish degë baba, e ajt ka qu selon për 200 veta amonit kuft, mi a qu dreken se e ka varrimin e babës. O në babë është në mirë të shpia, e më thëreta i gjallëbërsi, thonë vëlloj babë është në mirë, e kam e hampi Allahut, bilëm maj furte, maj rido këtë sone, falë Allahut të barëka u tala. E ki parasysh, ka kësi mashtruz deri në këtë nivel. E të tjerë thëjnë, neve në ka qu hoxha, dojna me t'i qu selam ty, dojna me t'i qu ty selam, kaq 1000 euro, veçan ati në vështë të rënjan 170 euro. Pse e lypi 170 e 200 euro? Pse? Pse penzioneri ka 190 euro, ose i ka 110 euro, ose dikush që ka, do më thonë, pun 200 euro. A ki parasysh? Për këtë arsye mos bëni prej këtyne mashtruzëve, edhe pe tham këto publik me qëllim, madje edhe organet do t'i njoftojmë me emrin e Allahut te bareka u taala, mënyrë që këta të dekonspirohen. Kur është puna me ndihmu, sikur këtë rast e kemi një vllok këtu, i cili ka më operu, cili erdh tu kojt, tha, po më duhen hoq 4500 euro, 2000 i kemi bon me një kolegë temen, që tu hyp në shkallëve, ta shumë tha. Atër, unë muj me thonë se e një personin, së është gjemoti juën, edhe o shumë normale, aj që dënë me një mu e ko vendet, që djali këtu është, i cili e ko gjendit, ko me hinë operim sët një ave, ko të Petrele atje në Tiran, e një njerin, e një personin, e borti, së problem, nuk ka problem, ama më thonë ka qu, hoxha, unë e kërkon dhe nuk e qaj, të kërkush, veç nëse ka naj qështje personale, të naj shok jemi, të naj mik jemi, si që kam Haxhiskendën, fjalla po bjem, e ki parasysh, e këtu më kam tash më kam bo 2, një jaj valisë, tjetër i Shipulit, Allah i rujt ja Rabbel Alamin, aja dëshka tjetër, e ki parasysh, ama projekte, unë veti nisi, veti bitisi, i qënë zoti argate vet, e kini parasysh, andaj nuk ka nevojë as me ju shqetësu, as me ju lodhë me këto muhabete, por e ndjeva obligim, do më thonë personal, emocional, që njerëzit mos të binë prej e këtyre mashtruzve, falë zotit kemi, do më thonë, institucionin tonë, që mashallah, ma dje edhe çështja e kësaj transakcionit bankar, nivel balkanik, në përrujtjen, edhe aftësin që posedon shteti jonë e bartë numrin ne. Falë zotit, pastaj menquris të shtetit tonë. Kjo është mrekulli, është aftësi. Andaj, këta njerëz me emën të zotit nuk kanë jetë gjatësi, se s'kanë hapësirë për me ngushtu njerëzit. Apo, këtë vllahun tonë cili erdhë edhe është pjesë e xhamatit tonë, ka ndërhyrjen tru, pa tjetër që këtu e kemi, kush do me ndihmu, as kam nevoj me qitë postoqin, as kam nevoj me qitë kacën, kush do me ndihmu për hir të Allahut, 50 cent, 50 euro, mas namazit gjumos, let vjen, shlirë se e një, bile kë ka orë pak i vënum, se ku mujt me bo këtë pun, halo ma interesant, me qunë vakof atje, me bo ma bukur, po dyqysh në po vjen marë pej zotit, me refuzu pa i dhonë diqka, pasha Allahin, po vjen keq se e një, edhe i ka kushtet, do të thotë, është pjesë e gjendjes sociale, ja kanë madje bamirësit, Allah i pagufte, kur mos i hupt, si kur është hoxha Halil Kastrate, si kur është Elvis Naçi, e plot të tjerë, që i ka shqiptaria, që i ka luajt e vetë, me plot burra e gra, vajza e djem, që i ndihmoj njerëzve, e boj njetë për i zedhe zotit, a ki parasysh edhe shpinja kanë maru. Po që sprov është sprov. Çështja tjetër që përdu me thonë këtu para juve, është me bo dua për një motër besimtare, e cila është duke operu tash në tru, është duke operu, në lutje dojna me bo. Allahu dhul gjelali shëroft, vllai saj më ka thirë, realisht më ka shkru Albani prej Washingtonit. Thot hoq për i zatë zotit lutë Allahun, se është në operim. Allahu e shëroft, Allahu ja letësoft, Allahu të barëka u ta'ala e këthjeloft, edhe sukses Allahun shërimin e saj, e të smurve tanë, burra gra, pleqetri, gra fëmi, kush ka nevoja Allah të edin,
çliroj, shëroj, gradoj, forcoj, lehtësoj. Allahu dhul Gjelal ju shpërbleft për aminin e qofshet faqebar. Katë e pata ma shumë ju, vllazën thot Zoti me Kur'an, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni edhe mos u dobësohuni, por ndini veten të fortë me një kusht na ka thonë Zoti, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Allahu kur besimtarin nga identiteti shqiptaris mos na largoft deri në ditën e përjetësisë. Allahumma amin. Thirraj kametin i dashuri Hamet.